Bismillahirrahmanirrahim. Jeta e Imam Malikut. Imam Maliku lindi dhe u rrit në Medinë, qyteti i të dërguarit Muhammed a.s. ku ai mësoi nga dietarët më të mëdhenj të kohës. Ai kishte një qasje të veçantë ndaj fikut, duke e bazuar atë në Kur'an, hadithet e pejgamberit Muhammed a.s. veprimet dhe traditat e banorëve të Medinës. Ai besonte se praktikat e tyre ishin një burim i fuqishëm ligjor, sepse ishin të lidhura drejt për drejt me kohën e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Analogjinë dhe interesin e përgjithshëm me sallah në çështjet e reja ligjore. Njihet shumë mirë nëna e tij e cila i tha së pari: "Biri im, duhet ta mësosh sjelljen e mirë, ahlakun, pastaj ti qasesh diturisë, pra të jesh i moralshëm, i ndershëm, pastaj ta studiosh, pra të studiosh të marrësh dije, ilm." Veprat kryesore të Imam Malikut, vepra e tij më e famshme është Muwattau i Imam Malikut, e cila është një nga përmbledhjet më të hershme të hadithit dhe jurisprudencës islame. Ajo përmban hadithe autentike të Resulullahit Muhammed a.s., gjykime juridike dhe mësime të shokëve të tij, interpretime ligjore bazuar në praktikën e banorëve të Medinës. Kjo vepër u lavdërua nga dietarë të mëdhej si Imam Shafiu, i cili tha: "Nuk ka libër më të saktë mbi tokë pas Kuranit se sa Al-Muwatta." Përballja me pushtetin. Imam Maliku ishte i njohur për guximin e tij në përballjen me autoritetet. Ai refuzoi të ndryshojë mësimet e tij për të kënaqur pushtetarët. Për shkak të qëndrimit të tij të palëkundër, ai u përsekutua dhe madje u burgos nga kalifi Abasit. Megjithatë, më vonë kalifët e pranuan pra diturinë dhe akademinë e tij dhe kërkuan këshillat e tij. Trashëgimia e tij, shkolla juridike malikite mbetet shumë e përhapur veçanërisht në Afrikën e Veriut, Marok, Algjeri, Tunizi, Libi dhe Mauritani. Afrikën perëndimore në Senegal, Mali, Niger, Nigeria. Gadishullin arabik veçanërisht në disa pjesë të Arabisë Saudite dhe Emirateve. Mësimet e Imam Malikut theksojnë respektin për traditën, stabilitetin e ligjit dhe harmoninë me nevojat e shoqërisë.